Një qendër rajonale emergjencave civile ka nisur të strukturohet në Kranet Piniqit, atje ku ende janë gjurmët e një reparti ushtara kundër ajror që funksionoi në dekadat e shtetit komunist. Kjo qendër operacionale rajonale do të synojë përballimin e situatave të emergjencave e veçanërisht të rrezikut të zjarreve në stinën e verës, ndërkohë që puna e nisur është inspektuar nga Ministri i Mbrojtjes Piro Bong. Ku mjetet zjarfikse do fillojnë të prodhohen nga kompania shtetërore Kajo. Do fillojmë të specializojmë pra mjetet zjarfikse për zona pyjore, mjetet zjarfikse për zona malore, mjetet zjarfikse për zona urbane. Do kemi mundësinë që t'i japim qendrës rajonale edhe mbështetjen nga ana e gjithë forcës motorike dhe mjeteve dhe pajisjeve. Shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Aki Çako, nga nën prefekti Sarandës Kristo Kiço, si dhe nga kryetarët e bashkive Sarandë, Delvin, Konispol e Piniq, ai vizitoi qendrën e lëvizshme operacionale të AKMC. Në këtë qendër u tregua se si përmes instalimit të teknologjisë së kohës realizohet shkëmbimi i informacionit në kohë reale me sistemet e vendeve të BE-s për parashikimin e fenomeneve apo për përballimin e situatave nga tereni. Kryebashkiakët e pranishëm theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërbashkiak në funksion të menaxhimit të situatave emergjente, veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur jo vetëm flukset e vizitorëve, por dhe rreziku nga zjarret shtohet ndjeshëm. Me ngritjen e qendrës rajonale të emergjencave civile pritet të shtohen cilësisht kapacitetet për rritjen e gatishmërisë operacionale në përballimin e zjarreve dhe emergjencave, me përfshirje të gjerë në të gjithë rajonin jugor të vendit.